për fat keq, jo vetëm trit, në rastet caktuara, njerëz e pjekur, njerëz e martuar, njerëz që janë bë bab, njerëz që janë bë non dhe nuk kanë kujdes. I pjekur, i cili arrin në një mosh pak më serioze dhe bien këto loja, bien këto mashtrime, bien këto që epshi i njeriut nuk ngihet. Të martuar, me fëmijë, kontakton, bisedon, flet edhe tradhton, ndërsa bashortja rri si kur një shërbetore në shtëpinë e saj. Andodhin, këto janë prezent. Këto janë prezent në mesin e muslimanve, në mesin e njerëzve, në rastet caktuara edhe në mesin e të udhëzuarve, edhe atyre që mundohen me praktiku Kur'anin edhe Sunetin. Pse? Hapat e shejtanit. Vetëm një like, vetëm një shoqërim në Facebook, vetëm një mesazh, vetëm një kontakt, e kështu me radhë, pasoja shumë. E ka bashortën e vet, e ka të fejuarën ose të martuarën e vet, megjithatë syri i mbetet dikun tjetër. Për çfarë arsye? Pse e lakmon dikand që nuk e ka, përderisa për të njëjtën gjë dikand tjetër e ka. Thot Ibn Muflih el-Maqdisi rahimullah, thot syri nuk e sheh në realitet 100% një gjë të cilën njeriu nuk e posedon. A dhe kjo është më rëndësi. Syri i njeriu nuk e sheh njëjtë, nuk e sheh realisht një gjë që njeriu nuk e ka në pronën e tij. Kur ta merr në pronën e tij, atëherë sheh si duhet. Njeriu e sheh një kërë ku me ditë sa i mirë, ëndër e ka, por derisa nuk e ka, i duket më i mirë. Kur ta blen, kur ta ban vetin, pas një kohë e sheh që ka na ketë normal. S'pas ka diçka ku me ditë. Ai i cili nuk e ka dikan martuar, e sheh ëndër. Hyri i duket. Pse se nuk e ka. Si ta marton, pas një kohë e sheh që është normal. A për çfarë arsye? Më shumë ndahen trit sot se sa që janë ndajt më herët. A janë ndajt më herët? Nuk kanë kalu, nuk kanë qenë me vite afër, nuk kanë pas dashurit kësaj kohe, nuk kanë pas kontakte vazhdimisht, nuk kanë bërë lojat që bëhen sot, janë martu. Dhe në fund, tanë jetën kanë jetu bashkë. Pa probleme. Ndërsa sot takohen, njoftohen, kalojnë muaj, kalojnë vite, martohen, ndahen. Për çfarë arsye? Syri nuk i ka pa gjërat realisht. Pse nuk i ka pa? Se para martese, ai i cili kontakton dhe kalon një kohë caktuar, ai paraqet vetëm të mirat. Ai djali i cili don ta merr një vajzë për bashorte, ai jep maksimumin, duket sa më i mirë. Sa më i mirë, të mirat i paraqet, të metat i fsheh. Ajo e re e cila don të jetë bashkëshorte e filanit, i paraqet vetëm të mirat dhe i fshet metat. Kur të martohen, e shohin originalin. E sheh realisht kush është ai dhe kush është ajo dhe thot, mirë kemi qenë, mirë kemi kalun. Si u martum, fillon problemet. Si u martun, filloi realiteti, filloi originali. Por atë Ibn Muflih thot, nuk i sheh syni realisht. A e ka bashortën e vet. Ndoshta bashortja e tij është shumë më e mirë se sa ajo tjetra. Ajo tjetra i duket më e mirë. Pse? Se nuk e ka. Me bo me pas, e shen realitet kush është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka shejtan special që e zbukuron femrën përpara. Dhe ka shejtan special që e zbukuron mbrapa. Dhe ti kur e sheh habitesh, ti kur e sheh mahnitesh, ti kur nuk e ruan shikimin tan, në fund çka ndodh? Vin pasojat. Të martuar dhe të martuara, sidomos burrat. Ti quajmë burra, se nuk di njeriu çfarë martimi duhet ketë. Burr i cili e tradhton bashortën, i cili tradhton evladin e vet, tradhton familjen e vet, mashtron një vajzë ose një motër, e cila është motër e jona. Çdo musliman është motër e jona dhe besimtari duhet ndjen dhimbje për çdo motër muslimane. Megjithatë mundohet që ta shfrytëzon. Pse? Se nuk e ka.
Kështu një shkonte një prej dietarëve, një i ri, një i martuar, dhe ban pyetje dhe thot: para se tisha i martuar, para se me marr bashorten time bashkëshorte, më zhduk më mirë në dynja. Para se me marr tepër e mirë. Thot, mas ju martova, filloj të mduket si krejt gra tjera. Normal. I kam bot disa vite, tash krejt gra tjera mduken më të mira se bashortja. A ndodh kështu? Ndodh. Thot dietari, e përgjigjen, kjo përgjigje është edhe për neve, për secilin. Thot, o ti filan, s'është faji te grat, faji është e syriat. Problemi është e syni. Ka i di ti gra tjera, ka i përcjell ti gra tjera, ka i vlerëson ti cila më e bukur, cila s'është më e bukur. Ai i cili e ruan shikimin e tij, ai nuk gjen më të mirë se bashortja e vet. Nuk gjen më të mirë se bashortja e vet. Pse? Se nuk i sheh. Dhe ajo e cila e ruan shikimin nuk ka në dunja më të mirë se bashorti i vet. Pse? Nuk i sheh burra tjerë. S'ka për te burra tjerë. Mirë, po kur nuk e ruan shikimin, çdo herë kur e sheh që dashuria është e lartë, e sheh që dikush e don bashorten e vet shumë, e kupton që e ruan shikimin shumë. Çdo herë që dikush e don shumë bashorten e vet, dije se ai e ruan shumë shikimin e vet. Dhe kështu ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulltyra jon, të cilin e pyetën se dashuria e kësaj kohe me dashurinë e kësaj kohe ka dallime të mëdha. Ne atë që është për të turpru, ne krenohemi. Ajo që është për të krenu, ne turprohemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i than, kanë e don mas shumë ti ja Rasulallah. Me na vet neve mare. Qysh more ti, çfarë burri je ti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i than, kanë e don mas shumë ti ja Rasulallah. Tha Aisha radiallahu anha. Bashorten e vet, me dal bashorten është fe, është din, është kënaqësi, është dashuri, nuk ka asnjë problem, elhamdulillah. Tha mas shumë ti Aisha, pastaj Ebu Bekrin, baban e saj, pastaj Omerin, e kështu me radhë. Me dal bashorten nuk ka problem. Kjo është dashuria e vërtet.